Jo, nuk bëhet fjalë fare, jam shumë e zënë, nuk kam kohë fare në agent për takuar, jam shumë busy, lutem. Okej, ciao, tani më duhet të filloj punën. Dhe kjo, pikërisht kjo është jeta e një personi i cili është shumë i zënë me punën, sidomos e një femre e cila është dedikuar totalisht punës, karrierës dhe absolutisht jetës së saj individuale. Ne shpesh kemi parë në ato filmat amerikanë, Sex and the City, atë jetën e një beqare në qytet, një femre moderne, por për ta kuptuar më në detaj se sa bukur kalohet kur je një femre e tillë të realizuar, ne u takojmë Adën, e cila do na flasë për jetën e saj moderne në metropolin e Tiranës. Ja, pra më në fund të takova dhe me Adën, në reatuam këtu, e pata pak të vështirë të hynë në agendën tënde për shkak të angazhimeve tua të shumta. Por u takuam në fund. Në fund, po. Si e menaxhon të gjithë angazhimin tënd të madh, gjithë kohës e zënë, si a del? Unë jam një person që motoja ime ka qenë gjithmonë që nuk duhet të mposhtem nga monotonia, kështu që mundohem që ditën time ta mbush sa më shumë. Pas pune kam angazhime të tjera, punoj në një klinikë private, më pëlqen shumë kërcimi, danci kontemporan. Ky është thjesht pasion. Unë kam dashur të bëhem balerinë kur kam qenë e vogël, Po për pak u bëra dentiste. Imagjinoj tani Adën, ndërkohë që duke ishte një dhëmball edhe që bën ato lëvizjet e veta. Faktikisht më ndodh me njerëz që i njoh, që kanë konfidenca, unë ndez muzikën, edhe mundojmë që të rehatoj edhe persona që janë tulur në përtron edhe filloj. Ndërkohë ushtron edhe vetë. Po. A ka kohë të lirë të flesh gjumë, të pish kafe? Takosh miq. Unë i kam gjerë mamit faktikisht, se pasi mami nuk flen fare gjumë, edhe unë kam shumë probleme me gjumin, që kur kam qenë studente, nga që unë kam studiuar në Stamboll dhe sigurisht të studiosh në një gjuhë të huaj është pak më e vështirë se të studiosh në gjuhën tënde. Këtë në pa gjumë do të thoshte? Po, shumicën e kohëve unë e kaloja me sy të nxirr. Si nis dita jote, në çfarë ore nis? Dita ime fillon në orën 8 deri në orën 4, pastaj unë shkoj te një klinikë private që punoj disa orë aty. Pastaj kam kohë plirë për të bërë edhe gjëra tjera. Ti e ke ngarkuar ka shumë ditën me punë, përveç se të pëlqen shumë puna, apo është se shumë fitimprurse kjo gjë? Nuk është se shumë fitimprurse, por më pëlqen të jem sa më e ngarkuar. Nuk më pëlqen monotonia, siç thash. Unë kam punuar që 15 vjeçe, pasi unë kam jetuar në Kosovë për një periudhë kohe dhe pas luftës në Kosovë kishte shumë organizata të huaja që zhvillonin aktivitetin e tyre aty. Unë njoha me një organizatë italiane, punoja si përkthyese dhe i ndihmoja gjatë gjithë kohës, pasi ata kishin shumë problem të gjenin persona që flisnin italisht. Edhe kjo më ka bërë që në moshë të vogël unë të jem e pavarur si nga ana ekonomike, ashtu edhe shpirtërore. Kam qenë shumicën e kohës larg familjes, ishte humbje e madhe dhe koha që isha me to ishte shumë e çmuar, por gjithsesi kjo më ka bërë që unë ti je me zonja vetes. Të jem shumë e fortë. Në vitin 2016, a është ky shembull i dur që duhet ndjekur tek një femër? Sigurisht është e çuditshme se si kanë ndryshuar nocionet, nëse para shumë vitesh për prindrit tanë, për mamat tona, ishte e rëndësishme të kishin një punë, të dilnin në pension, edhe kjo ishte realizimi i tyre. Tani është kohë komplet ndryshe. Femrat janë bërë më të pavarura. Është e vështirë të jesh femër në Shqipëri, pasi duhet të jesh një mama shumë e mirë, duhet të kesh pamje të mirë, duhet të punosh shumë. Domethënë të jesh shumë e kompletuar dhe është sigurisht shumë e vështirë. Gatuash të bësh punët, të edukosh fëmijët e tjerë. Patjetër. Dhe ti bësh këto vetëm, pasi ndonjëherë nuk të duket më lehtë që ti jesh femër single se sa kur i shikon gjithë këto obligime. Akoma nuk e kam provuar të ndaj jetesën me një person tjetër, kështu që jetesa single është shumë komode. Është shumë komode për momentin. Mendon ti që një mashkull normal ose një çik më shumë se normalja ka pak frikë nga kjo lloj femre? Për mashkullin shqiptar, po. Gjëja që më bën më shumë më habit është fakti që nga njëra anë dua një femër të kompletuar dhe në momentin që gjej një të tillë, jam të friksuar. Nuk kemi çfarë. Është një problem shumë i përgjithshëm i femrave në Shqipëri, po. Një pjesë shumë e bukur e jetës tënde janë udhëtimet, në fakt. Dhe për të vërtetë një person që është i lirë si era, mund të bëj sa herë të doj udhëtime dhe nuk ka atë stresin që pritet duhet t'i them dikujt, duhet marr dikë me vete.
Unë do harxhoja të gjitha ardhurat e mia në udhëtime, më zhvillojnë imagjinatën. Në një moment mund të bëj një ecje afër Koloseut dhe të kthehem mbrapa në kohë, ose mund të kaloj afër fontanës së Trevit edhe të mendoj gjithë filmat që janë realizuar aty. Ose mund të jem në Stamboll, në sarajet e ish-perandorëve Osman dhe ta ndjej veten pjesë të historisë. Është një nga gjërat që më pëlqen të udhëtimi. Është një projektim që ta jep. Është një projektim ndryshe. Pastaj më bën të jem më tolerante, pasi në momente që jam jashtë, ka raste që ballafaqohem me situata nga më të ndryshmet, dhe kjo më ka bërë që të jem më tolerante. Pastaj kur kthehem këtu e kam pak vështirë të ambientohem. Ke vetëm. Prandaj më kam zgjedhur që të udhtoj sa më shumë. Her pas here, kush janë ato vende, ambientet të cilat ty të kanë lënë më shumë mbresa nga udhëtimet e tua? Sigurisht Stambolli është qyteti im i preferuar, pasi unë kam jetuar 6 vite atje dhe kam kaluar pjesën time më të rëndësishme, kështu që për mua mbetet vendi më i dashur. Një nga vendet e tjera që mund të përmend është Italia, patjetër. Çfarë është ajo që të tërheq më shumë nga Italia? Është kultura e tyre, historia, gatimi? Më pëlqen çdo gjë. Ke një mikroklim, shkon në veri, është ndryshe, shkon në jug, ke një mentalitet komplet ndryshe. Është shumë heterogjene, është shumë e bukur, ka peizazhe nga më të ndryshme. Nuk e di, për mendimin tim në Itali gjen gjithçka. Po gatimin e kujt kultura do veçoja më shumë nga tjera? Italiane. Italianisht. Më se folë për gatimin. Pëlqen italiane nga që janë thjesht makarona dhe bëhen lehtë apo? Edhe ajo. Sepse pyetja ime normalisht është si ke marrëdhëniet me gatimin tim. Gjatë periudhës që jetoja në Stamboll, kishte restorante shumë prestigjioze, të cilat organizonin kurse një javore për njerëz që i pëlqente gatimi. Edhe gjithmonë kam menduar pse restorantet këtu në Shqipëri nuk e bëjnë këtë gjë. Mua më pëlqen të gatuaj. Ti do shkoja? Po patjetër. Ke kohë? Fundjavën e kam të lirë. Kështu që më pëlqen gatimi. E frekuenton jetën e natës, të dalurat, këto aktivitetet, eventet? E frekuentoja shumë, domethënë dilja shumë, më pëlqente të dilja shumë. Tani shumë më pak, më rrallë, sepse ndjehem e lodhur. Më përpara më thonte mami që si nuk përton, del çdo natë, kurse tani është ndryshe. Kush janë planet e tua, afat gjata, afat shkurtra? Sigurisht unë kam planet e mia për të ardhmen dhe jam shumë e bindur që jam në rrugën e duhur. Që do realizosh, që do arrish. Sigurisht. Babai im ka pasur gjithmonë një shprehje që duhet bësh zonja e vetes. Dhe kjo është gjë e cila më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës time. Unë jam munduar të bëhem zonja e vetes time. Kështu që kjo është ajo që mund t'i këshilloja edhe vajzave pak më të vogla që duhet bëhen zonjat e vetes. Shumë faleminderit që ishe sot në People in Life dhe të uroj sa më shumë suksese. Faleminderit edhe ty Engji për këtë atmosferë kaq simpatike që më krijove. Je shumë e mirë. Ciao.